asgjë. Ne jemi një vend sot që për shkak të numrit ulët të lindjeve rrezikojmë një skenar bazuar dhe në studimin e Bankës Botërore të boshatisjes së Shqipërisë me më pak se 800.000 shqiptar brenda 2 dekadave mbijim. Ne jemi një vend që kemi humbur 1/3 e popullsisë në vetëm 1 dekadë, në vetëm 10 vite. Jemi vendi më i varfër në Europë. Jemi shteti që kemi naftën më të shtrenjtë në Europë. Jemi vendi me rrogat mesatare dhe me pensionet më të ulta në Europë dhe kemi një kryeministër që nga mëngjesi në darkë shkon në zyrë për të pasuruar veten, rrethin e tij të ngushtë dhe për të vjedhur në kurriz shqiptarëve. Kemi një kryeministër që është i gatshëm të shes çdo milimetër katror trualli shqiptar, pasurie shqiptare për të shtuar ditët e tij në pushtet. Këtë histori tashmë nuk ka shqiptar që nuk e di. Edhe këta që janë të majt, edhe këta që janë një pjesë e tyre në administratë publike e pranojnë në zë dhe e kuptojnë. Por diku varfria, diku frika, diku presioni i ka bërë të ulin kokën dhe të ulin zërin. Unë gjej rastin që me datë 20 të ftoj çdo qytetar të dalin shesh se nuk dalin për PD-n, as për Belindin, as për Berishën, as për partitë politike. Dalin për vendin e tyre. Me këto shifra, me këtë ritëm, me këtë trend, ne po rrezikojmë të zhbëhemi si komb. Dhe kjo është një çështje për te flamujve politik. Ju falenderojmë juve që vini në studio gjithmonë sa herë që ju kërkojmë. Edhe do të vi sa herë që të më kërkojmë. Edhe shpresojmë gjëra të mira për Shqipërinë, për vendin. Faleminderit Belindi. Faleminderit ju. Të dashur teleshikues, ne nuk do t'i largohemi temës, sepse natyrisht që ka një këndvështrim politik të saj, ka pastaj edhe një vështrim të ngultazi juridik për ta parë që pse është e rrezikshme, pse është e dëmshme. Çdo të thotë një vend të ketë një qeverisje e cila sjep llogari askund. Dhe bëhet e pamundur për organet ligjzbatuese që t'i vendosin në pozicion të vështirë për t'i për t'i dhënë shpjegime ose për t'i detyruar që të tregojnë ato që kanë bërë. Përfytyroni, një vend postkomunist si Shqipëria, po t'i shtosh këto elemente të kaluarës komuniste, ai bëhet shumë i shëmtuar. Sepse mund t'ja kërkosh ose mund të shohësh këndvështrimet të çmendura në Hungari, mund të shohësh çfarë ndodh në Zvicër, mund të shohësh atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku natyrisht ka një shqetësim shumë të madh që presidenti mund të imitojë FDR-in dhe të marrë një mandat të tretë, për shumë elemente të tjera padyshim. Pra ka halle e shqetësime, po thuaj nga pikpamja demokratike në çdo vend të botës. Ka dhe Rusi, ka dhe Serbi, ka edhe vende të tjera. Po Shqipëria nuk e ka luksin për të bërë lojra të tilla. Mbas pak minutash vjen Sokol Azizaj, jurist i njohur me cilën do ta flasim këtë, dhe duhet të flas pak për intervistën artistike e kulturore